Dy aksidente tragjike të ditëve të fundit në Durrës që kanë shkaktuar 4 viktima, duhet të shërbejnë si një këmban alarmi për të gjithë drejtuesit e mjeteve për kujdes të shtuar në timon. Rritja ndjeshme e numrit të mjeteve në qarkullim për shkak të sezonit turistik, ecja me shpejtësi te normave të lejuara, por dhe konsumimi i pijeve alkolike apo lëndëve narkotike janë shpesh shkaqet kryesore të përgjakjes së akseve rrugore. Vetëm gjatë muajit gusht, efektivët e policisë rrugore në Durrës kanë dëshkuar 117 shofer, të cilët drejtonin mjetin në ndikimin e alkoolit, nga të cilët 25 raste po ndiqen penalisht në prokurori, po ashtu nga kontrollet policore janë evidentuar rastet të shoferëve në ndikimin e lëndëve narkotike. Janë marrë një sër masash dhe kontrollet të rrepta, sidomos për ndëshkimin e drejtuesve të mjetit që përdorin pije alkolike. Ku kemi pas një sër masash, ku deri tani paktën për këtë muaj janë dëshkuar rreth 117 drejtues mjetesh në ndikimin e alkoolit dhe janë referuar në prokurorin mbi 25 raste të drejtuesit mjeteve në gjendje të vdekur. Ne kemi aparaturën dhe kemi pas raste kur është bërë testi drogës drejtuesve mjeteve dhe kanë dalë pozitiv dhe marrë masat dëshkimore sipas kodit rrugor dhe në referuar edhe në prokurori. Në akset kombëtare apo ato turistike, një pjesë e madhe e mjeteve në qarkullim i përkasin emigrantëve që kthehen dhe për pushime. Një pjesë e konsiderueshme të shkeljeve të kodit rrugor rezulton të jetë bërë pikërisht nga këta shtetas. Prandaj, apeli i shefit të policisë rrugore në Durrës, Blerim Laçi, shkon për këta drejtues mjetësh. Kur vinë në Shqipëri të themi të drejtën, bëjnë shkelje të dukshme të rregullat qarkullimit rrugor kur janë bëjmë aksidenti. Do të bëjnë një apel. Ligji është i njëjtë për gjithë. Nuk do të thotë që jemi në vendin tonë dhe të mos zbatojmë rregullat e qarkullimit rrugor. Rregullat e qarkullimit rrugor janë bërë për të zbatuar, jo për të shkelur ato. Nisur dhe nga fluksi i shtuar i mjeteve në qarkullim, disa prej akseve që të çojnë drejt zonave turistike mbeten segmentet më të rrezikshme në bashkinë e Durrësit. Akset më problematike me trafik të shtuar janë pothuajse qyteti Durrës, rruga Goga, Taulantja, rruga interurbane kryesore Tiranë-Durrës dhe Sjelltas, rruga e plazhit dhe unaza e Shkozetit që janë për jug, për kavaj. Ndryshimet e bëra së fundmi në kodin rrugor, të cilat kanë hyrë në fuqi disa ditë më parë dhe parashikojnë ndëshkime më të rrepta për drejtuesit e padisiplinuar, nuk dihet ende nëse do të reflektohen në uljen e numrit të aksidenteve dhe në një sjellje më të përgjegjshme në timon të shoferëve të rinj apo atyre me shumë vite eksperiencë mbi supe.